Prishja e portit 2000 vjeçar të Durrësit për t'i hapur rrugë ndërtimit të një marine turistike dhe rezidencave të banimit, pavarësisht kontestimeve që pati edhe në gjykatën kushtetuese, tashmë është bërë fakt i kryer. Në episodet më parë tregua me dokumenta se si ky projekt ka arritur të investojë vetëm 10 milion euro nga kapitali i kompanisë së zotit Muhamet Alabar, kur u fol për miliarda euro investime. Transferimi i portit tregtar të Durrësit në zonën e Porto Romanos u premtua se do të fillonte si projekt me nisjen e punimeve për Durrës Yacht Marina, por sot, 3 vjet më pas, fati i tenderit për ndërtimin e tij nuk dihet. Porti tregtar që do të zhvendoset në zonën e Porto Romanos ngre pikpyetje të shumta nëse do të ketë njëjta standarde me atë që do të prishet. Sipas projektit teknik të hartuar nga kompania holandeze Royal Haskoning, porti i ri përfshin një zonë për punimi me hapësirë 38 hektar, që është sa gjysma e portit aktual të Durrësit. Pozicioni ku është projektuar porti i ri ndodhet në zonë sismike dhe kënetore, ndërsa konjektiviteti i tij me infrastrukturën rrugore dhe logjistike është e dobët. Diskutime mes ekspertëve ka dhe për mënyrën se si do të operojë ky port. Sa do të jetë kosto e mirëmbajtjes së tij në krahasim me portin e vjetër, duke qenë se mund të ketë nevojë të vazhdueshme për thedhim, pasi nuk është një port natyral. Por tashmë që projekti është bërë fakt i kryer, le të shohim se çfarë po ndodh me procedurat për kontraktimin e kompanisë që do të ndërtojë portin e ri. Fillimisht, qeveria tha se projekti do të ndërtojë me koncesion, me financim pjesërisht nga Autoriteti Portual Durrës dhe kompani prestigjioze ndërkombëtare, ku kishin shprehur interes plot 40 të tilla. Kemi hyrë në diskutime me selin qendrore të NATO-s, kemi bërë prezantimin ton atje bashkë me Royal Haskoning dhe shpresojmë shumë që të kemi një miratim për shtimin e këtij projekti edhe me facilitetet e NATO-s, që do të jepte zonës Porto Romanos jo vetëm një vlerë të jashtëzakonshme ekonomike, por edhe një vlerë gjeopolitike. Por si NATO, ashtu dhe kompaninë ndërkombëtare që do të financonin ndërtimin me koncesion, nuk u duke ndonjëherë. Ndaj shteti u detyrua të investonte para nga buxheti për hapjen e tenderit. Përmes një akti normativ, në shkurt të vitit 2024, qeveria transferoi fonde në programin për ndërtimin e porteve, ndërsa në total financimi për Porto Romanon ka vlerën 472 milion euro, duke përfshirë projektimin, ndërtimin dhe supervizimin. Në datën 24 korrik 2024, Autoriteti Portual Durrës shpalli tenderin për procedurën ndërtimi portit të ri tregtar integruar i Durrësit në Porto Romano, faza e parë, me fond limit 391 milion euro, afat punimesh 40 muaj, ndërsa oferta duhet të paraqiteshin brenda datës 16 shtator 2024. Procedura ishte e dhojt e kufizuar mbi kufirin e lartë monetar. Kjo lloj procedure zhvillohet në 2 faza: para kualifikuese, ku kompanitë shfaqin interes, ndërsa në të dytën, vetëm ato që përzgjidhen japin ofertën financiare. Tenderi i parë u anullua me arsyetimin se nuk u paraqit asnjë kërkesë përkatëse për procedurat me faza dhe gara u rihap sërish në muajin dhjetor 2024. Sipas arsyeve që dha autoriteti kontraktor për operatorët privat, vetëm një prej kompanive pjesëmarrëse, holandesët e Van Noord, përmbushin kushtin e pagesës së garancisë bankare dhe në procedurat me 2 faza, gara nuk mund të vazhdonte me vetëm një operator. Por pak më vonë do të shohim se si ky standard u shkel. Gara rihapet edhe një herë në 24 dhjetor të vitit 2024 dhe në procedurë shprehen interes 5 kompani ndërkombëtare: Arki Rodon e regjistruar në Çipro, Van Noord me bazë në Holand, në bashkëpunim me Marine Construction, një tjetër holandese, Boskalis, dhe WeBuild italiane, Jean Denul belge, në bashkëpunim me francezët e Vinci dhe kompania kineze China Communication Construction Company. China Communication Construction Company, një nga kompanitë më të mëdha në botë në fushën e ndërtimit të porteve dhe marinave, me të ardhura vjetore, afro 110 miliardë euro në vit, skualifikohet. Në këtë rast nuk po paragjykojmë, pasi komisioni mund të ketë zbatuar politikën për të mos lidhur interesa në nyje kyçe transporti që konsiderohen strategjike me kompani me bazë në Kinë. Për komisioni i vlerësimit të ofertave skualifikuan edhe bashkimin e operatorëve belgo-francez Jean Denul dhe Vinci, e para një firmë me të ardhura vjetore mbi 4 miliardë euro në vit dhe lider në fushën e thedhimeve ujore, ndërsa Vinci është një nga grupet më të njohura në fushën e ndërtimit me rreth 70 miliardë euro të ardhura në vit. Nga gara u skualifikuan edhe kompania italiane WeBuild me të ardhura vjetore 12 miliardë euro dhe një ndër më të mëdhat në Holand, Boskalis. Në fazën e dytë, komisioni arriti në konkluzionin se duhet të kualifikoheshin për të dhënë ofertë financiare vetëm 2 operatorë, holandezët e Van Noord dhe Marine Construction, ku holandezja ka të ardhura vjetore me vlerë afro 2.5 miliardë euro dhe Construction Company Limited
pjesë e grupit Arkirodon, me të ardhurat totale të grupit Arkirodon, jo të degës së saj, në vlerën rreth 1.5 miliardë euro në vit. Vetë grupi i vlerësimit që përcaktoi curinë e tenderit është i përfshirë në disa shkelje ligjore. Pikë së pari, për të hequr përgjegjësinë institucionale në përcaktimin e fituesit të tenderit. Dhe së fundmi, jo gjithkush pranon të firmos. Në grupin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga 5 persona, 3 rezultojnë të jenë punonjës të kompanisë private Royal Haskoning, që ka bërë projektin teknik të portit, dhe 2 të tjerë punonjës të autoritetit portual Durrës, që është edhe autoriteti kontraktor në këtë garë. Në datë 17 korrik 2024, autoriteti portual Durrës lidhi kontratë drejt për drejt pa tender me Royal Haskoning, duke marrë miratimin për këtë proces nga Këshilli i Ministrave. Ligji për prokurimin publik përcakton se një kompani që do të merret me konsulencë teknike në një procedurë konkurruese, duhet që minimalisht të ketë eksperiencë të mëparshme në ofrimin e shërbimeve të prokurimit, jo më pak se 3 vjet, të ketë staf në këtë fushë me përvojë jo më pak se 5 vjet dhe staf të specializuar në fushën e prokurimit për të cilin zhvillohet procedura. Kompania Royal Haskoning është një firmë për projektime dhe konsulenca nuk ka asnjë përvojë në fushën e prokurimeve. Por jo vetëm kaq, firma është në konflikt interesi pasi është kompania që ka bërë projektin e portit. Në vendimin e Këshillit të Ministrave 914, datë 29/12/2014, përcakton se autoriteti kontraktor duhet të shmang kushtet të konfliktit të interesit për konfliktin ndërmjet veprimtarive të konsulencës dhe prokurimit të madhrave, punëve dhe shërbimeve. Në këtë rast, operatori ekonomik i kontraktuar nga autoriteti kontraktor për madhra, punë ose shërbime për një projekt dhe secili prej anëtarëve të tij duhet të skualifikohen nga ofrimi i shërbimeve të konsulencës që lidhen me këto madhra, punë ose shërbime. Pra konsulenti dhe shteti shqiptar skualifikuan kompanitë më të mëdha në botë. Po çfarë ndodhi më pas? Konsorciumi belgo-francez Jean Denul dhe Vinci depozituan ankesë kundër vendimit të skualifikimit, duke pretenduar se arsyet për mosgjetjen e dokumentacionit për punime të ngjashme të kryera në projektin NRL nuk ishin të sakta. Kryerja e punimeve në këtë vepër është bërë nga kompania Vinci, që ishte firma udhëheqëse në këtë konsorcium, por Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nuk kishte gjetur dokumenta se si përcaktoi pjesëmarrja në projekt e 2 kompanive që i kishin kryer ato, Vinci dhe Boyges. Në rastin konkret, për vërtetimin e përvojës së mëparshme, operatori VCGI ka paraqitur dokumentin në vërtetim të punimeve datë 25 gusht 2023 dhe vërtetim të punimeve datë 2 shkurt 2023, të lëshuara nga autoriteti huaj kontraktor dhe që i referohen fazave përkatëse të punimeve të kryera. Këto dokumente vërtetojnë mes të tjerash operatorët që kanë kryer punimet, sasinë e punimeve të kryera të ndara sipas kategorive përkatëse, shumën e punimeve të nënkontraktuara, makineritë e përdorura, foto referuese si dhe deklarimin e autoritetit të përfundimit adekuat të punimeve. Autoriteti portual Durrës nuk pranon të jetë palë në shqyrtimin e kësaj ankese pranë Komisionit të Prokurimit Publik, pasi pretendon se kompania duhet të paguajë tarifën përkatëse për shqyrtimin e saj, sa 0.5% e fondit limit. Pra të paguajë 2 milion euro që ankesa të merret në shqyrtim. Kompania dërgon një shkresë ku argumenton se në bazë të VKM-s që rregullon këtë fushë, numër 236 datë 24/2023, për përcaktimin e rregullave dhe tarifës së pagesës për ankimin në një procedurë prokurimi pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Pagesa për ankesën bëhet në raste kur ankesa lidhet me dokumentat e tenderit, kur ankesa është kundër një vendimi të marrë pas fazës parakualifikuese, ose kur ankesa ka të bëjë me pavlefshmërinë e kontratës. Në asnjë nga këto specifikime nuk është ky rast ankimimi, i cili lidhet me një ankesë të fazës së parakualifikimit dhe jo pas saj. Pavarësisht kësaj, Komisioni i Prokurimit Publik i lë afat për datën 18 prill 2025 që të kryhet pagesa në mënyrë që të merret në shqyrtim ankesa. Vetëm 3 ditë afat. Praktikisht e pamundur për një kompani ndërkombëtare që të marrë vendimin dhe të kryejë transfertën bankare. Transfertat me vlerë kaq të lartë kërkojnë disa nivele të miratimeve të brendshme, përfshirë nga departamentet e qeverisjes korporative dhe financiare, si dhe verifikimin e përputhshmërisë nga institucionet bankare, procese të cilat janë në mënyrë të pashmangshme të zgjatura në kohë dhe subjekti kontrollit të shtuar sipas rregullave ndërkombëtare bankare. Në fund, KKP vendos të mos shqyrtojë ankesën. Tashmë në garë për të dhënë ofertën ekonomike, mbeten vetëm holandesët e Van Oord dhe kompania Arkirodon, por edhe Van Oord skualifikohet. Arsyeja, licenca teknike të një kompanie me bazë në Holland duhet të akreditohen dhe të njihen nga institucionet shqiptare. Pra,
jemi ne që certifikojmë BE-n. Rruga e kompanisë është shumë e gjatë. Fillimisht ajo njofton nga autoriteti portual Durrës se duhet të bëjë ekuivalentimin e licencave. Për këtë i dërgohet një link i portalit qeveritar i Albania, por kishte të bënte me aplikimin e kompanive shqiptare. Më pas, pasi kuptohet problemi, i dërgohet linku i saktë, por procedura kërkonte kohë, ndërsa autoriteti portual Durrës në datën 25 shtator 2025 bën njoftimin në sistemin e prokurimit elektronik për skualifikimin e saj. Kompania ankohet pranë kryeministrit Edi Rama, ish-ministres së linjes Belinda Balluku dhe ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Tiranë, ku thotë se në dokumentat e tenderit në gjuhën angleze, ekuivalentimi i licencave kërkohet për parafirmosis së kontratës dhe nisjes së punimeve. Pas kësaj letre, Porti i Durrësit kthen përgjigje dhe shprehet se kompania ka pyetur që në shkurt të vitit 2025 se kur kërkohet akreditimi i licencave dhe ka marrë përgjigje që atë muaj, ndaj nuk duhet të pretendoj pavlefshmëri dhe anulim të procedurës së tenderit. Tashmë në garë për të dhënë ofertën ekonomike mbeti vetëm një operator, Arkirodon. Sa i përket ofertës financiare, kompania nuk kishte asnjë konkurrent. Kompania është me bazë në Çipro, filiali i kompanisë greke Arkirodon. Ajo është krijuar në vitin 2017 dhe është e paqartë se çfarë dokumentash ka dorëzuar firma për punime të ngjashme, të sajat apo të kompanisë mëm. Sepse nëse janë të kompanisë mëm, ligji nuk e lejon. Kompania është raportuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si një firmë greke me selinë në Holandë, që ka rrit më shumë paqartësitë. Ndërkohë në internet rezulton se shumica aksioneve të Arkirodon Çipro është në pronësi të një fondi arab, që ka ngresh shqetësime për sigurinë kombëtare të vendit, duke qenë se flitet për ndërtimin e portit tregtar më të madh në Shqipëri. Shqetësime që ngriti në intervistën e fundit edhe ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Dy nga sikletet më të mëdha është që kjo infrastrukturë kritike mund të shkojë në dorë të vendeve që janë aleat me ne dhe që po përbëjnë rrezik për ne. E dyta, ka një rrezik arbitrazhi shumë të rëndë. E treta, që gjithashtu është shumë e madhe, mund të ngelet Shqipëria pa port. Po jo vetëm zoti Ahmetaj, por dhe kreu i dhomës amerikane të tregtisë si dërgon një letër kryeministrit ku kërkon anullimin e procedurës, ndërsa SPAK sekuestroi materialet e tenderit. Duket se fituesi ishte paracaktuar edhe nga kjo deklaratë që bëri kryeministri Edi Rama më datë 9 mars, ditën që pritet të shpallej dhe fituesi. Dhe duhet të them këtu dy fjalë për Porto Romanon, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozit janë të zakonshme mes vendesh që janë në stade të caktuara zhvillimi, një proces shumë i sofistikuar me projektin e studios më të madhe në botë, ata që e luftojnë projektin, ata që spolon gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë dhe i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Por tenderi të nesërmen u anulua dhe siç tha kryeministri, ata që kërkonin frenimin e projektit nuk do t'ja dilnin. Arsyeja, kompania e vetme mbetur në garë nuk dha ofertën financiare. Mos kjo është një arsye që të rritet vlera e kostos së projektit? Kemi një tërheqje të ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në këtë garë, me një arsye krejtësisht ekonomike, për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës. Ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi dhe patjetër ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Arsyet e vërteta ende nuk dihen, por do të mësohen pasi tenderi të zhvillohet sërish dhe të bëhet publik emri i fituesit.